Kur do të gjeni pozicion më të mirë negociues për ta vazhduar rrugën drejt Bashkimit Evropian, e pyeti kryetari i LSDM-s Venko Filipçe kryeministrin Hristijan Mickovski. Ai tha se më parë asnjëherë nuk është negociuar për gjuhën dhe identitetin Maqedonas, ndërsa tani ekziston rreziku që në Parlamentin Evropian të kalojë raport në të cilin përmes një amendamenti gjuha maqedonase mund të quhet moderne. Дали во временските рамки на овој мандат на владата имате утврдено временски лимит до кога ќе се обидувате да изнајдете некаква промена на временската на нашата преговарачка позиција, или нема никаков временски лимит, односно целиот мандат временски на оваа влада може да помине во тоа што вие го велите, изнаоѓање на подобра преговарачка позиција. Kryeministri Mickovski u përgjigj se nëse LSDM do të kishte negociuar për pozita më të mira për vendin, atëherë nuk do të ndodhte që në Bruksel përmes amendamenteve bullgare të mohohej gjuha maqedonase. Megjithatë deklaroi se do të angazhohet për vazhdimin e negociatave me Bashkimin Evropian, por jo me çdo kusht. Тука треба сите да се обединиме и вие треба да ме поддржите за тоа. Не е тоа нешто лошо. Ако тие велат дајте да ставиме бугари во устав, ние малку што можеме како парламентов дека да направиме, сите заеднички да побараме, еве, македонците да бидат дел од тој министерски совет кој што ќе биде дел од тој комитет за етничките заедници. Ќе сториме се што е во наша моќ да ги отпочнеме преговорите, но тоа нема да го направиме како модерни македонци. Raporti për Maqedoninë në Parlamentin Evropian kaloi në Komisionin për Punë të Jashtme pa u pranuar amendamenti i deputetëve bullgar, me të cilin kërkohej që pas identitetit dhe gjuhës maqedonase të shtojë fjala modern. Megjithatë, ata paralajmëruan se të njëjtin amendament do ta parashtrojnë edhe në seancën plenare të Parlamentit Evropian, që pritet të mbahet nga 7 deri më 10 korrik në Strasburg.